Mirë, pra sot do të përgjigjem pa sarkazëm. Do të përpiqem me durim që të sqaroj edhe një herë çfarë ka ndodhur. Por para se ta nis bisedën, dua të them që kush nuk ka durim të dëgjoj atë që un kam për të thënë, është i lirë apo e lirë mos ta dëgjoj. Pra nëse un flas shkurt apo gjatë, nëse un ja fus kot apo plot, është e parëndësishme sepse nuk është zarf kjo video që po ju afus me dhunë në xhep, as në mendje. Keni atë që quhet fuqia e gishtit, kalojeni ose bëheni blok ose diletoheni, kaq. Pra mos u ankoni për gjatësinë e videos apo për fjalët që unë them nëse nuk ju pëlqen. E kam me të gjitha ata komentues të cilët kanë një reagim të çuditshëm, a thua se videot që unë postoj në rrjetet e mia sociale janë futje e dhunshme duart në mendje trut fjalët e tyre. Jo më njerëz të mirë, jo. Çdo njeri ka dëshirë që në rrjetet e veta sociale të komunikojë me ata njerëz të cilët kanë dëshirë të dëgjojnë prej tyre. Pra ne rrjetet sociale i kemi si një lloj mjetit përbashkët për me u ndërlidh me ata që e mendojnë si ne, me ata që flasin si ne, me ata që kanë dëshirë të kuptojnë ç'mendojmë ne, dhe ndoshta të bashkëndajnë të njëjtat ide me ne. Pra kjo nuk do të thotë që ai që mendon ndryshe apo ata që mendojnë ndryshe kanë një detyrim me dëgju apo me pëlqy atë që them unë apo atë që flas unë apo atë që shkruaj unë apo kushdo tjetër. Le të bijem dakord që mendimi ndryshe nuk është arsye për me e sha njëri tjetrin, nuk është arsye për me ju anku njëri tjetrit, nuk është arsye për me etiketu njëri tjetrin, dhe mbi të gjitha, po nuk është arsye me zvoglu tjetrin. Kam vënë re që në Shqipëri njerëzit kanë manin me i thënë tjetrit e kush je ti, u bon e ti, e çfarë je ti, e nga na dole ti, po kush ka kohë me të dëgju ty, po kush ka nge me të dëgju ty, po kush ka nerva me të dëgju ty. Po mirë, mos po detyroj njëri. S'po ju ka sjell policia videon time juve? Po ju a sjell policia, po ju a sjell spaku videon? Unë po e postoj në rrjetet e mia sociale dhe po e lë aty, nuk po e mbani mbi kurriz, nuk po ju a sjell në shtëpi as gomari babastasit, kështu që është aty. Kush nuk ka dëshirë ta ndjek, ta dëgjoj çdo video që unë postoj, çdo live që unë bëj, çdo tekst që unë shkruaj, mos i lexoni, mos i dëgjoni, mos i ndiqni, mos më ndiqni mua, mos më dëgjoni mua dhe jeni të çliruar, jeni të qetë dhe paqe. Prandaj mos u ankoni, pra e nisim me këtë, mos u ankoni se sa gjatë flas unë, se sa rreth e rrotullit bie unë, apo se sa kot ja fus unë. Është çështja ime. Unë kam dëshirë që ta parkoj videon time në TikTokun tim, në Facebookun tim, në YouTubein tim, në rrjetet e mia sociale, pra i parkoj aty. Parkimin tim e kam falas, kështu që mos keni merak, po të doni hyni, po doni mos hyni, po doni dëgjoni, po doni mos e dëgjoni. E kam me ata që ankohen. Pra e kam me ata që ankohen, që e mbushin çdo video me komente të tipit po kush ka nge me dëgju ty, kush ka kohë me humb për ty, kush. Jeni të qetë, më paqe, liri, jeni të qetë, mos e dëgjoni, ju lutem, relax, mos u stresoni, relax, qetësoni. Tani vim tek pjesa tjetër. Unë jam Arian Galdini dhe pothuajse prej 6 vitesh unë komunikoj çdo ditë rregullisht, po shumë rregullisht dhe qëllimisht në rrjetet e mia sociale, edhe si autor tekstesh, esesh, letërsie, por edhe opedesh apo opinionesh politike, të cilat ndonjëherë dalin në ndonjë media shqiptare, por shpesh herë janë vetëm në rrjetet e mia sociale. Pra është bota ime e komunikimit, është bota ime. Dhe nuk është faji im që nuk jam i famshëm, ma bëni halal. Nuk jam i famshëm, nuk është faji im që nuk jam i pasur, ma bëni halal, nuk jam i Zotit jam i pasur. Nuk është faji im që nuk jam i pushtetshëm, nuk ja kam dalë dot jam i pushtetshëm.
pra si do që ta gjykoni, ka njerëz që thonë ti do po s'ta ka varë kush, po më dakord s'ma ka varë kush, po fakti që ma ka varë apo s'ma ka varë kush është ky. Nuk kam patur kur pushtet në jetën time, e përrjedhoj, nuk mund të imagjinoni se çka kam dashur unë dhe të më dënoni për atë që mund të kem dashur unë. Edhe po të kem dashur unë, të kem patur ofiqe, poste, detyra, karrierë, rol, okej, si kam arrit, kam dështu, ky është fakti, kjo është prova. Kështu që rrini të qetë, nuk keni pse të më dënoni dhe për atë që imagjinoni ju se mund të kem dashur unë. Bëj shaka me këtë sepse ju as e dini fare se çfarë kam dashur unë dhe çfarë natyre kam unë dhe çfarë ambiciesh dhe qëllimesh kam unë, por ju thjesht imagjinoni atë që doni ju sipas botkuptimit tuaj dhe mënyrës tuaj dhe mundësisë tuaj. Por të bijem dakord që edhe në mënyrë më të keqe si e mendoni disa prej jush, edhe në mënyrë më të keqe, pra sikur unë pas kam dash, po s'ma ka varë kush, s'ma ka lënë kush, ore është fakt që unë nuk kam qenë kur asnjë ditë në asnjë rol, detyrë, ofiq, post, pushteti, lokal apo qendror në Shqipëri, është fakt. Përderisa është fakt që unë me shtetin shqiptar dhe me partitë politike shqiptare, PS, PD, PLSI, e çdo parti parlamentare apo pushtetesh në Shqipëri s'kam pat lidhje, atëherë ju lutem, mos më plasni dhe shprazni mua urrëtitjen tuaj dhe imagjinatën tuaj për diçka që nuk ekziston. Nuk jam përgjegjës për asnjë vendim pushtetesh. Nuk jam unë përgjegjës për asnjë të keqe që kanë bërë ata që kanë patur pushtet, edhe sikur unë të kem dashur të kem pushtet. Sepse fakti që unë mund të kem dashur të kem pushtet apo mund të dua të kem pushtet, nuk më bën fajtor më njerëz. Kështu funksionon kjo botë. Fajtor është një njeri që e ka kryer fajin. Jo një njeri që ju imagjinoni se mund të dojë ta kryej fajin. Se kjo kultura që ata që ju vjedhin dhe ju grabisin, përpiqeni t'i mbroni dhe justifikoni, ndërsa ata që ju mendoni se duan ta kenë pushtetin, i dënoni paradhënie, po duhet marrë fund më njerëz, se nuk po lini njeri në këtë botë, në këtë vend që të bëj diçka të mirë, të flas diçka të mirë, të jap një kontribut thjesht. Ju lutem. Edhe po flas me qytetarët sepse unë e di që me militantët e PS, PD, partive të reja nuk kam çfarë flas, se edhe po të dal këtu të jap e shpërndaj petulla falas dhe akullore falas, ata prap se prap helme, vrere, balte, lum do shprazin. Okej, s'prish punë, por me qytetarët dua të flas. Të dashur qytetarë shqiptar, njerëz të mirë, ju që edhe nëse jeni me parti apo edhe nëse u përkisni partive politike, të paktën keni atë që quhet mirësia e mosgjykimit tjetrit pse mendon ndryshe. Ju lutem, se unë nuk besoj se në Shqipëri ka njerëz pa parti në numra të konsiderueshëm, kështu që prandaj dhe e ruaj atë rezervën që në çfarë do lloj partie që mund t'jeni dhe çfarë do lloj partie që mund të besoni apo votoni, ju lutem të paktën keni mirësinë, ju që jeni me kulturën dhe fisnikrinë e mosgjykimit dhe mosdënimit të tjetrit, ju lutem keni mirësinë të kuptoni se mund ta mendojmë ndryshe dhe mos ta urrejmë njëri tjetrin. Mund ta mendojmë ndryshe dhe mos ta shajmë dhe etiketojmë njëri tjetrin. Mund ta mendojmë ndryshe dhe mos ta gjykojmë, as ta paragjykojmë tjetrin dhe njëri tjetrin, kështu pa i dhënë shansin dhe mundësinë që të shfaqet e vërteta ashtu siç është, apo të shprehet e vërteta ashtu siç është. Dhe këtu po flas për të vërtetën edhe atë që është faktike, por edhe atë që është ideore. Sepse edhe e vërteta e fakteve dhe e vërteta e ideve ka nevojë të provohet në kohë, ka nevojë të provohet në realitet dhe ka nevojë të provohet në debat. Nuk bëhet dot gjykimi i të vërtetës